Lëndrimi përballë Klodit, mosnjohja, besimi dhe përplasjet e fundit në shtëpinë e Big Brother Kosova. Marrëdhëniet midis banorëve janë shpesh të ndërlikuara, por raporti mes Lëndrimit dhe Klodit ka shfaqur një dinamik të veçantë, një kombinim të mosnjohjes, besimit të ri dhe tensionit të kaluar. Lëndrimi ka shprehur hapur se për Klodin nuk mund të thotë se e njeh shumë. Për Klodin nuk është se e njoh shumë, thot ai, duke treguar se marrëdhënia e tyre nuk ka qenë e lehtë dhe se kishte shumë elemente të panjohur. Megjithatë, këto ditë të fundit, Lëndrimi ka filluar të ndjejë një farë besimi ndaj Klodit. Pas një periudhe ku kanë pasur përplasje dhe mosmarrëveshje, duket se ka një përpjekje për qartësim dhe për të vendosur një bazë të re komunikimi. Lëndrimi shprehet se ndonë se marrëdhënia nuk ka qenë e lehtë, ai po përpiqet të besojë dhe të marrë gjërat më pozitivisht. Këto ditë të fundit kemi pasur përplasje, por po mundohemi të qartësohemi. Një nga momentet më të tensionuara ka qenë një reagim i Klodit që Lëndrimi nuk e priste. Ai tregon se sikur të kishte njohur më mirë Klodin, nuk do ta kishte reaguar ashtu. Një Klod që e njoh nuk kisha dashur atë reagim. Kjo shprehje tregon se Lëndrimi ka reflektuar mbi marrëdhënien e tyre dhe e kupton se shumë nga tensionet e kaluar ishin të bazuara në keqkuptime ose mungesë njohjeje të thellë për karakterin e Klodit. Në shtëpi, kjo situatë ka krijuar një klim të përzierë, nga njëra anë tensioni dhe mosbesimi i kaluar, dhe nga ana tjetër një përpjekje për të ndërtuar besim dhe mirëkuptim. Lëndrimi po përpiqet të balancojë këto ndjenja, të mos lejojë që përplasjet e mëparshme ta pengojnë nga krijimi i një marrëdhënieje më të qartë dhe të sinqertë me Klodin. Ky proces është tipik për dinamikat e Big Brother Kosova. Banorët shpesh duhet të menaxhojnë marrëdhënie të ndërlikuara, ku gabimet, keqkuptimet dhe reagimet impulsive mund të krijojnë tension. Por gjithashtu ka edhe hapësirë për reflektim dhe ripërtëritje të besë. Mungesa e besimit dhe qartësimi i marrëdhënieve. Klodi dhe Lëndrimi në tension. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, besimi mes banorëve është shpesh një çështje delikate, dhe një nga marrëdhëniet më të tensionuara kohët e fundit ka qenë ajo mes Klodit dhe Lëndrimit. Për shumë ditë, marrëdhënia e tyre u karakterizua nga dyshime, nga tërresa dhe moskuptim, duke krijuar një klim të rënd brenda shtëpisë. Lëndrimi ka shprehur hapur se nganjëherë nuk e njeh veten dhe nuk e kupton Klodin për shkak të veprimeve që ai ka bërë. Ka momente kur sjellja e Klodit duket kontradiktore dhe kjo e bën të ndihet i hutuar dhe i pasigurt. Nganjëherë nuk e njoh Klodin me veprimet që bën, ka thënë Lëndrimi në biseda private, duke treguar se mungesa e qartësisë dhe transparencës ka shkaktuar mosbesim. Edi, një tjetër banor i shtëpisë, ka ofruar këshilla të qarta për Lëndrimin, duke e paralajmëruar të mos i besojë verbërisht Klodit. Ruaju nga Klodi, është i pabesë dhe mund të përdorë, i ka thënë Edi. Mos u çel shumë, Lëndrim. Këto fjalë reflektojnë ndjesinë e përgjithshme që disa banorë kanë për Klodin, një person që mund të luajë strategji, por që nuk është gjithmonë i qartë ose i hapur me ndjenjat dhe veprimet e tij. Megjithatë, Lëndrimi ka treguar se ka përpjekur të qartësojë marrëdhënien me Klodin. Pavarësisht tensionit dhe mosbesimit të kaluar, ata kanë pasur biseda për të diskutuar keqkuptimet dhe për të ndërtuar një bazë më të fortë për bashkëpunim dhe komunikim. Lëndrimi ka përmendur se kemi pas probleme këto kohët e fundit, por po u qartësuan disi, duke treguar se me gjithë pasigurinë fillestare, ata po përpiqen të gjejnë një rrugë për të rivendosur besimin. Ky proces tregon se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe një test i madh psikologjik dhe emocional. Besimi midis banorëve mund të thyet shpejt, veçanërisht kur ka kontradikta në sjellje dhe dyshime për qëllimet e njëri tjetrit. Por gjithashtu, edhe kur ka probleme, mund të ketë hapësirë. Letra e Edit prek zemrën e nënës së tij, lot, mall dhe dashuri pafund. Një moment jashtëzakonisht i ndjerë dhe i mbushur me emocione të forta u përjetua jashtë shtëpisë së Big Brother Kosova, kur nëna e Edit mori në dorë letrën e djalit të saj, që në rreshtat e parë duart i filluan t'i dridheshin dhe sytë ju mbushën me lodh. Çdo fjalë e shkruar nga Edi dukej sikur i fliste drejt për drejt zemrës së saj, duke i rikthyer mallin, krenarinë dhe dashurinë e pakushtëzuar që vetëm një nën mund ta ndjejë. Teksa lexonte, ajo ndalonte her pas here, merrte frym thellë dhe fshinte lotët që nuk pushonin së rrjedhuri. Në secilën fjalë ndjehej mungesa e djalit, forca e tij brenda lojës dhe dëshira për ta bërë familjen krenare. Edi, edhe pse i izoluar nga bota e jashtme, kishte gjetur mënyrën më të bukur për t'u lidhur me të ëmën, përmes fjalëve të sinqerta dhe plot ndjenjë. Nëna e Edit u emocionua thellë kur arriti në fund të letrës.
Me zë që i dridhej dhe mes lotësh, ajo përshpëriti, ju dua pa fund. Me shumë dashuri, Edi. Ishte një moment i pastër, i vërtet dhe thellësisht njerëzor. Një nën që qan nga malli, nga krenaria dhe nga dashuria për djalin e saj, i cili po përballet me sfida të mëdha emocionale brenda shtëpisë. Lotët e saj nuk ishin vetëm dhimbje, por edhe forcë, mbështetje dhe lutje që Edi të qëndrojë i fortë dhe i sinqert deri në fund. Ky moment tregoi se përtej debateve, lojrave dhe strategjive të Big Brother Kosova, ekziston një realitet shumë më i thellë, lidhja mes nënës dhe djalit. Një lidhje që nuk thyet nga distanca, nga kamerat apo nga izolimi. Përkundrazi, forcohet edhe më shumë, publiku u prek nga kjo skenë, sepse ishte një kujtesë e bukur se pas çdo banori ka një familje që pret, lutet dhe emocionohet për çdo hap të tyre. Letra e Edit dhe reagimi i nënës së tij ishin një nga ato momente që mbeten gjatë në kujtesë, momente që na kujtojnë se dashuria e një nëne është forca më e madhe në botë. Benita përballë klipit në prime, nga afrimiteti te mohimi, turpi që flet më shumë se fjalët, në shtëpinë e Big Brother Kosova, prime i radhës solli një nga momentet më të sikletshme dhe më të komentueshme për Benitën. Një klip i shfaqur para të gjithë banorëve dhe publikut nxori në pa sjelljet e saj me Claudin, duke krijuar një kontrast të fortë mes asaj që ishte parë në pamje dhe asaj që ajo kishte deklaruar më parë. Në klip, Benita shihej qartë duke u afruar me Claudin, duke u fërkuar pas tij, duke u puthur dhe madje në një moment edhe duke e kafshuar lehtë në dhëmbë, një gjest intim dhe flirtues që la pak vend për interpretim. Pamjet flisnin vetë dhe tregonin një afrimitet që shkonte përtej një miqësie apo simpatie të zakonshme. Por sa po klipi përfundoi dhe vëmendja u përqendrua tek ajo, Benita ndryshoi menjëherë ton. Me një zë të ulët dhe të pasigurt, ajo u shpreh, kam thjesht simpati për të. Kjo fjalë i ra rënd në studio dhe në shtëpi. Banorët shikuan njëri tjetrin me habi, ndërsa kontrasti mes pamjeve dhe deklaratës ishte i dukshëm. Në ato qaste, Benita u bë dyll i verdh nga turpi. Fytyra e saj u skuq, syt ju ulën dhe gjuha e trupit tregonte qartë sikletin dhe presionin që po përjetonte. Ishte një moment ku kamera nuk kishte nevojë për fjalë. Heshtja, shikimet dhe reagimi i saj flisnin vetë. Turpi dhe befasia e kishin zënë në befasi dhe për herë të parë. Benita duke e pambrojtur përballë realitetit të asaj që ishte shfaqur publikisht, kjo situatë ngriti shumë pikpyetje brenda shtëpisë. A ishte Benita duke mohuar ndjenjat për të ruajtur imazhin e saj? A ishte frika nga gjykimi i publikut apo nga pasojat e një lidhjeje të hapur me Claudin ajo që e shtyu të minimizoj afrimitetin? Apo ndoshta vetë ajo nuk ishte ende e qartë për ndjenjat e saj? Claudi, nga ana tjetër, u duki vendosur në siklet po aq sa ajo. Ai u gjend mes pamjeve që tregonin afërsi dhe fjalëve që i mohonin ato. Kjo e vuri edhe atë në një pozitë të paqartë, duke e lënë të ekspozuar për. Benita përballë klipit në prime, nga afrimiteti te mohimi, turpi që flet më shumë se fjalët, në shtëpinë e Big Brother Kosova, prime i radhës solli një nga momentet më të sikletshme dhe më të komentueshme për Benitën. Një klip i shfaqur para të gjithë banorëve dhe publikut nxori në pa sjelljet e saj me Claudin, duke krijuar një kontrast të fortë mes asaj që ishte parë në pamje dhe asaj që ajo kishte deklaruar më parë. Në klip, Benita shihej qartë duke u afruar me Claudin, duke u fërkuar pas tij, duke u puthur dhe madje në një moment edhe duke e kafshuar lehtë në dhëmbë, një gjest intim dhe flirtues që la pak vend për interpretim. Pamjet flisnin vetë dhe tregonin një afrimitet që shkonte përtej një miqësie apo simpatie të zakonshme. Por sa po klipi përfundoi dhe vëmendja u përqendrua tek ajo, Benita ndryshoi menjëherë ton. Me një zë të ulët dhe të pasigurt, ajo u shpreh, kam thjesht simpati për të. Kjo fjalë i ra rënd në studio dhe në shtëpi. Banorët shikuan njëri tjetrin me habi, ndërsa kontrasti mes pamjeve dhe deklaratës ishte i dukshëm. Në ato qaste, Benita u bë dyll i verdh nga turpi. Fytyra e saj u skuq, syt ju ulën dhe gjuha e trupit tregonte qartë sikletin dhe presionin që po përjetonte. Ishte një moment ku kamera nuk kishte nevojë për fjalë. Heshtja, shikimet dhe reagimi i saj flisnin vetë. Turpi dhe befasia e kishin zënë në befasi dhe për herë të parë. Benita duke e pambrojtur përballë realitetit të asaj që ishte shfaqur publikisht, kjo situatë ngriti shumë pikpyetje brenda shtëpisë. A ishte Benita duke mohuar ndjenjat për të ruajtur imazhin e saj? A ishte frika nga gjykimi i publikut apo nga pasojat e një lidhjeje të hapur me Claudin ajo që e shtyu të minimizoj afrimitetin?
Apo ndoshta vetë ajo nuk ishte ende e qartë për ndjenjat e saj, Klodi, nga ana tjetër, u duki vendosur në siklet po aq sa ajo. Ai u gjend mes pamjeve që tregonin afërsi dhe fjalëve që I mohonin ato. Kjo e vuri edhe atë në një pozitë të paqartë, duke e lënë të ekspozuar për. Treshja Eliona, Benita dhe Klodi, dilema mes ndjenjave dhe realitetit në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet mes banorëve shpesh janë më të ndërlikuara se sa duket. Një nga situatat më të diskutuara të sezonit është ajo që përfshin Elionën, Benitën dhe Klodin, një marrëdhënie e përzier që ka nxitur debat, konfuzion dhe emocione të forta. Benita dhe Eliona të dyja shfaqin një afrim të veçantë me Klodin. Benita duket e interesuar dhe shfaq emocionet e saj duke ju afruar dhe duke treguar sinjale të qarta të simpatisë. Eliona, nga ana tjetër, tregon gjithashtu afërsi ndaj Klodit, por mënyra e saj është më e përmbajtur dhe shpesh e mbështetur në shprehje verbale sesa në kontakt fizik. Klodi, përballë kësaj situate, është I ndarë. Ai ka një lidhje jashtë shtëpisë dhe kjo e bën situatën edhe më të komplikuar. Nga njëra anë, ai shfaq afeksion dhe ngrohtësi ndaj vajzave të shtëpisë, nga ana tjetër, ai nuk mund të harrojë ose të mohojë marrëdhënien që ka jashtë. Ky kontrast e bën të vështirë për të marrë vendime të qarta dhe shpesh ngatërohet mes përgjegjësisë, simpatisë dhe lojës emocionale. Në një moment të veçantë, përballë klipit ku shihen duke u puthur me Klodin, tensioni brenda shtëpisë u shtua. Eliona u shpreh e qetë, por realisht e ndjer, është thjesht simpatik. Ke të besojmë klipin që puthen me Klofin apo fjalët? Kjo pyetje është thelbësore për të kuptuar dilemat brenda Big Brother Kosova. Për Elionën, fjalët kanë peshë të madhe, por pamjet vizuale nuk janë gjithmonë të lehta për t'u interpretuar. Afërsia fizike dhe puthjet në klip tregojnë emocion, ndërsa fjalët dhe shprehjet e Klodit shpesh janë të rezervuara dhe të kujdesshme. Situata e tre banorëve nuk është thjesht një lojë romantike. Ajo tregon se emocionet dhe perceptimet nuk përputhen gjithmonë me realitetin. Banorët dhe publiku duhet të interpretojnë mesazhet e trupit, gjestet dhe fjalët për të kuptuar se çfarë ndodh realisht. Dhe pikërisht kjo kontradikt e bën marrëdhënien kaq inter. Prime I nxjerr në pah paqartësitë e Klodit, një klip që trazon ndjenjat e Elionës në primein e sotëm të Big Brother Kosova, një klip I shumëpritur u shfaq para banorëve dhe publikut, duke ndezur debate dhe emocione të forta brenda shtëpisë. Klipi tregon të qartë se Klodi kishte shfaqur interes dhe afrim ndaj dy vajzave të shtëpisë, duke lënë të paqartë qëndrimin e tij dhe duke krijuar konfuzion në marrëdhëniet emocionale. Pamjet u fokusuan veçanërisht te raporti I tij me Elionën. Në disa momente, Klodi shihej duke I folur me afrimitet, duke kërkuar vëmendje dhe duke shprehur pakënaqësi për gjëra të vogla, si për shembull pse ajo nuk I kishte thënë natën e mirë. Këto detaje, që për disa mund të duken të parëndësishme, për Elionën kishin peshë emocionale dhe tregonin se ajo e kishte marrë raportin më seriozisht. Pas shfaqjes së klipit, reagimi I Elionës ishte I fortë dhe I drejtë për drejtë. Ajo u shpreh e zhgënjur dhe e lënduar, duke theksuar se Klodi nuk ja kishte ditur vlerën mirësisë dhe respektit që ajo I kishte treguar. Sipas saj, afrimet dhe fjalët e tij kishin krijuar pritshmëri, ndërkohë që veprimet e tij me vajzën tjetër tregonin mungesë qartësie dhe përgjegjësie emocionale. Eliona theksoi se nuk pranonte të trajtohej si një opsion apo si dikush që merret si I mirëqen. Ajo foli për dinjitetin, kufit dhe respektin, duke bërë të qartë se nuk është e gatshme të tolerojë situata të paqarta apo sjellje që e ulin vlerën e saj si person. Nga ana tjetër, Klodi u përpoq të justifikohej, duke thënë se disa gjëra ishin keq interpretuar dhe se ai nuk kishte pasur qëllim të lëndonte askënd. Megjithatë, mënyra si ishte shprehur dhe sjell në disa momente, sipas banorëve dhe publikut, la vend për dyshime dhe kritika. Disa e panë si mungesë pjekurie emocionale, ndërsa të tjerë si lojë të rrezikshme me ndjenjat. Banorët e tjerë reaguan të ndarë. Disa u rreshtuan në mbështetje të Elionës, duke e vlerësuar për qëndrimin e saj të fortë dhe të sinqertë. Ndërsa të tjerë më xhelozia shpërthen. Benita reagon ndaj afërsisë mes Klodit dhe Elionës në Big Brother Kosova. Shtëpia e Big Brother Kosova është një ambient ku emocionet shpesh dalin jashtë kontrollit, ku lidhjet ndërpersonale dhe afeksionet mund të shkaktojnë tensione të forta dhe reagime të papritura. Një nga momentet më të diskutueshme dhe dramatike ndodhi kur Benita pa një skenë që e tronditi dhe e bëri të ndjehej e lënduar. Klodi, duke qenë afër Elionës, duke e përkëdhelur dhe duke e fërkuar me kujdes Benita, që deri atëherë kishte ruajtur një qetësi të dukshme dhe një vetkontroll të fortë, papritmas ndjeu një shpërthim xhelozie.
Ishte një reagim emocional, spontan dhe i pakontrolluar, i cili tregoi se ndjenjat brenda shtëpisë nuk janë thjesht lojë, por shpesh të fuqishme dhe të vërteta. Ajo u ngrit dhe nuk mund të mos shfaq tronditjen që ndjente, ndërsa shikonte nga afër afërsinë e Klodit me Elionën. Banorët e tjerë e vunë re menjëherë reagimin e saj. Atmosfera u tensionua dhe disa përpiqeshin ta qetësonin, duke i kujtuar Benitës që të merrte frymë dhe të kontrollonte emocionet. Por xhelozia, ajo ndjesi e fortë që shpesh është e lidhur me ndjenjat e dashurisë, e bëri të vështirë për të qëndronte pasive. Çdo lëvizje, çdo buzëqeshje dhe çdo kontakt fizik mes Klodit dhe Elionës u perceptua thellësisht dhe ndikoi menjëherë në reagimin e saj. Ky moment nxori në pak kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Dashuria, afeksioni dhe ndjenjat e papërmbajtura mund të krijojnë situata që sfidojnë vetkontrollin dhe që shpesh shfaqen në mënyra dramatike. Benita nuk ishte thjesht e xhelozuar, ajo po përjetonte një ndjesë të thellë pasionante dhe të natyrshme, e cila u shfaq përpara kamerave dhe për publikun. Në reagimet e saj mund të dalloheshin dy gjëra: dhimbja e brendshme dhe nevoja për të treguar ndjenjat që ndjente, dhe një paralajmërim për dinamikën që po zhvillohej brenda shtëpisë. Afërsia mes Klodit dhe Elionës nuk ishte vetëm një skenë e pafajshme miqësie, por një moment afrimi dhe pajtimi në Big Brother Kosova. Alba përqafon dy djemtë të shtëpisë pas një bisede të sinqertë në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku shpesh mbizotërojnë debatet, keqkuptimet dhe tensionet e forta emocionale. Ka edhe momente që tregojnë një anë tjetër të banorëve, atë njerëzore, të butë dhe të sinqertë. Një nga këto momente ndodhi kur Alba, pas një bisede të gjatë dhe të ngrohtë, u afrua me dy djemtë të shtëpisë, duke krijuar një atmosferë pajtimi dhe afërsie që u ndjen nga të gjithë. Biseda nisi qetë, pa zëra të ngritur dhe pa akuza. Ishte një dialog i hapur, ku secili shprehu ndjenjat, keqkuptimet dhe mendimet e veta. Alba foli me sinqeritet për mënyrën si i ka përjetuar situatat në shtëpi, për presionin emocional dhe për faktin se ndonjëherë fjalët keq interpretohen më lehtë se sa synimi i vërtetë. Dy djemtë, nga ana e tyre, dëgjuan me vëmendje dhe pranuan se edhe ata kanë pasur momente dyshimi dhe reagime të nxituara. Pas kësaj bisede të ngrohtë, tensioni që kishte ekzistuar mes tyre u zbe dukshëm. Alba u afrua dhe i përqafoi të dy njëkohësisht, në një gest që nuk kishte nevojë për fjalë. Përqafimi ishte i fortë, i sinqertë dhe plot kuptim, një shenjë se pavarësisht dallimeve dhe përplasjeve, respekti dhe mirëkuptimi mund të mbizotërojnë. Ata u shtrënguan bashkë, duke treguar se në atë moment kishin zgjedhur paqen dhe afrimin. Në një çast emocional, përqafimi u shoqërua edhe me puthje miqësore, si shenjë pajtimi dhe afërsie njerëzore. Nuk ishte një moment provokues, por një gjest i pastër që tregonte se marrëdhëniet brenda shtëpisë mund të kalojnë nga konfliktet në harmoni. Banorët e tjerë i shikonin me buzëqeshje, ndërsa atmosfera në shtëpi u mbush me një ndjenjë qetësie dhe pozitiviteti. Ky moment u interpretua nga publiku si një nga ato skena që i japin kuptim Big Brother Kosovas. Ai tregoi se loja nuk është vetëm strategji, aleanca dhe përplasje, por edhe emocione reale, reflektim dhe aftësi për të falur. Alba, me këtë veprim, tregoi: Kushtrimi dhe Eliona, një moment magjik që i bëri të duken si çifti perfekt në shtëpinë e Big Brother Kosova. Mes gjithë debateve, tensioneve dhe strategjive të lojës, ka edhe momente që ndalojnë kohën dhe sjellin qetësi, emocione të pastra dhe ndjenja të sinqerta. Një nga këto momente ishte ai mes Kushtrimit dhe Elionës, një çast që preku jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun përtej ekranit, të ulur pranë njëri tjetrit, larg zhurmës dhe konflikteve të ditës. Kushtrimi dhe Eliona dukeshin të qetë, të kënaqur dhe plot harmoni. Afërsia mes tyre ishte e natyrshme, pas forcim, sikur të kishin gjetur një strehë emocionale brenda asaj shtëpie të mbikëqyrur nga kamerat 24 orë në ditë. Kushtrimi mori kitarën në duar, një instrument që për të është mënyrë shprehjeje dhe ndjenje, dhe filloi t'i këndoi Elionës këngën Falma ti një zemër tjetër. Zëri i tij ishte i butë, i sinqertë dhe plot emocion. Çdo varg dukej sikur i drejtohej vetëm asaj, ndërsa Eliona e dëgjonte me vëmendje, me një buzëqeshje që nuk fshihej dot. Ajo qeshte lehtë, jo nga turpi, por nga lumturia e pastër që i shfaqej në fytyrë. Syt i shkëlqenin dhe ai shkëlqim tregonte më shumë se fjalët, tregonte se ajo po e jetonte momentin me gjithë zemër. Banorët e tjerë i shikonin në heshtje, disa me buzëqeshje, disa me admirim.
Në atë çast, Kushtrimi dhe Eliona nuk ishin thjesht dy konkurrentë në një reality show, por dy njerëz që ndanin një ndjenjë të bukur, një lidhje që po rritej ngadalë, por me sinqeritet. Harmonia mes tyre, gjuha e trupit, mënyra si shikonin njëri tjetrin, i bënte të dukeshin si çifti perfekt. Ky moment u bë një nga më të komentuarit nga publiku. Shumë shikues e pan këtë si një anë të rrallë dhe të vërtet të Big Brother Kosova, një dëshmi se mes lojës dhe presionit mund të lindin ndjenja të pastra dhe momente që të mbeten në mendje. Kënga, e qeshura e Elionës dhe qetësia e Kushtrimit krijuan një skenë që dukej sikur vinte nga një film romantik. Në fund, ky çast mes Kushtrimin. Përplasje e fortë mes Fjollës, Lëndrimit dhe Kushtrimit në shtëpinë e Big Brother Kosova. Shtëpia e Big Brother Kosova u trondit nga një tjetër debat i fortë, këtë herë mes Fjollës, Lëndrimit dhe Kushtrimit. Një diskutim që nisi si këshill, shumë shpejt u kthye në një përplasje të ashpër, duke nxjerrë në pa dallimet e karaktereve dhe mënyrat e ndryshme të lojës brenda shtëpisë. Gjithçka nisi kur Lëndrimi dhe Kushtrimi, gjatë një bisede të përbashkët, iu drejtuan Fjollës me një ton serioz. Ata i thanë se nuk e shihnin të shëndetshme mënyrën se si ajo po sillej në shtëpi, duke u ngatëruar pothuajse me të gjithë banorët. Sipas tyre, kjo sjellje po e dëmtonte jo vetëm imazhin e saj, por edhe rrugëtimin në lojë. Nuk është mirë, Fjoll, me u përzihe me gjithë banorët, i tha Lëndrimi. Duhet me ditë ku e ke vendin dhe kë i ke njerëzit e tu. Kushtrimi e mbështeti këtë mendim, duke shtuar se loja kërkon qartësi, kufi dhe zgjedhje të mençura. Ai u shpreh se Fjolla shpesh futet në debate që nuk i përkasin drejt për drejt dhe kjo e ekspozon ndaj konflikteve të panevojshme. Por fjalët e tyre nuk u pritën as pak mirë. Fjolla reagoi menjëherë, e prekur dhe e revoltuar. Ajo u ngrit në këmbë dhe me zë të lartë u përball me të dy, duke thënë se askush nuk ka të drejtë t'i tregojë asaj si duhet të sillet apo me kë duhet të flasë. Unë jam vetvetja dhe nuk po i bëj keq askujt, u shpreh ajo me nervozizëm. Nuk kam ardhur këtu me u fsheh apo me u nda në grupe. Debati u ashpërsua edhe më shumë, ndërsa Fjolla i akuzoi Lëndrimin dhe Kushtrimin se po përpiqeshin ta kontrollonin dhe ta vendosnin në korniza që nuk i përkisnin. Ajo theksoi se loja e saj është e hapur, e drejt për drejt dhe pa maska, edhe nëse kjo do të thotë të përballet me të gjithë banorët. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur të qetësonin situatën, ndërsa të tjerë thjesht vëzhgonin tensionin që rritej nga minuta në minutë. Atmosfera në shtëpi u bë e rëndë dhe u ndje qartë se ky debat kishte lë. Debat i fortë mes Albës dhe Ludos. Flokët e mi kanë kushtuar 15.000 euro, një përplasje që tronditi shtëpinë. Shtëpia e Big Brother Kosova u përfshi nga një tension i jashtëzakonshëm pas një debati të ashpër mes Albës dhe Ludos. Një përplasje që nuk ishte thjesht verbale, por edhe emocionale, duke nxjerrë në pa krenarinë, vetbesimin dhe plagët e hapura mes dy banorëve. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm, shumë shpejt u shndërrua në një debat të fortë që tërhoqi vëmendjen e të gjithë banorëve dhe publikut. Gjithçka shpërtheu kur Ludo bëri komente ironike dhe kritikuese ndaj pamjes së Albës, duke nënkuptuar se ajo po e përdorte pamjen e jashtme si armë brenda lojës. Alba nuk e la fjalën të kalonte pa reagim. Me zë të lartë dhe qëndrim të vendosur, ajo u ngrit përballë Ludos dhe deklaroi me krenari, flokët e mi kanë kushtuar 15.000 euro. Jam punë për kushtim dhe profesionalizëm. Nuk jam për t'u përqeshur nga askush. Kjo deklaratë ndezi edhe më shumë situatën. Banorët mbetën të shtangur, disa duke e mbështetur Albën për guximin dhe vetvlerësimin e saj, ndërsa të tjerë e panë këtë si një moment arrogance. Por për Albën, ky ishte një moment mbrojtjeje personale. Ajo e ndjeu se duhej të vendoste kufi dhe të tregonte se nuk lejon askënd të minimizojë përpjekjet dhe investimin që ka bërë për veten. Në mes të debatit, Alba bëri një gjest që u interpretua si mesazh force dhe mirënjohjeje. Ajo ju drejtua kamerave dhe përshëndeti Suelen, profesionisten që i kishte realizuar flokët. Përshëndet Suelen, që ma ka bërë këtë punë me aq dashuri dhe profesionalizëm. Vetëm ajo e di sa mund dhe sa detaje ka pasur. Ky përshëndetje i dha debatit një tjetër dimension. Nuk ishte më vetëm një përplasje mes dy banorëve, por një deklaratë identiteti dhe respekti për punën e njerëzve që qëndrojnë pas pamjes. Alba tregoi se për të bukuria nuk është rastësi, por rezultati një pune serioze dhe bashkëpunimi me profesionist. Ludo, nga ana tjetër, u përpoq ta relativizonte së. Kur u afrua momenti i primet, banorët u mblodhen rreth njëri tjetrit me atë ndjesinë e zakonshme pritjeje dhe tensioni që sjell gjithmonë kamera.
Pyetja erdhi natyrshëm, pothuajse si ritual, çfarë doni të thoni në prime? Disa dhanë përgjigje të shkurtra, disa u shmangën me shaka. Kur erdhi radha e Elionës, ajo hezitoi për një çast. Dukej sikur kishte shumë për të thënë, por jo gjithçka donte apo mund ta nxirrte me fjalë. Mori frym thellë dhe foli me zë të qetë, të lutem. Të them diçka, tha fillimisht, më shumë si një kërkesë se sa si përgjigje, banorët u kthyen nga ajo me vëmendje. Eliona uli pak syt, pastaj I ngriti sërish drejt kamerës. Në atë moment, zhurmat përreth u shuan. Nuk po fliste më vetëm për lojën, për debatet apo për ditët brenda shtëpisë. Po fliste si vajzë, si bi, dua t'i them babit që jam ok, vazhdoi ajo, me zë që I dridhej lehtë, por pa u thyer. Mos u mërzit. Fjalët ishin të thjeshta, por mbartnin një peshë të madhe. Ishte një mesazh I pastër, pa filtra, pa strategji. Një siguri e dhënë nga larg, për dikë që ndoshta po e ndiqte me zemër të rënduar. Eliona ngriti dorën dhe bëri shenjën e zemrës drejt kamerës. Një gjest I vogël, por I mbushur me dashuri. Në sytë e saj u shfaqen lot, por ajo buzëqeshi, sikur donte të tregonte se ishte vërtet mirë. Pavarësisht gjithçkaje, banorët përreth heshtën. Disa ulën kokën, disa buzëqeshën me ngrohtësi. Ishte një nga ato momente që të kujton pse, përtej debateve dhe lojës, brenda asaj shtëpie ka njerëz me ndjenja, me familje, me mungesa. Kamera vazhdonte të xhironte, por Eliona nuk po shite më vetëm objektivin. Ajo po shite përtej tij, drejt shtëpisë së saj, drejt babait të saj. Dhe në atë çast, gjithçka tjetër humbi rëndësinë, një mesazh I thjeshtë, jam ok. Ndoshta fjalët më të forta që mund të thuhen në një vend ku emocionet shpesh janë në provë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo ditë është një kombinim I emocioneve, sfidave dhe situatave të paparashikueshme. Por ndonjëherë, edhe momentet më të thjeshta mund të kthehen në episode dramatike që mbeten në mendjen e banorëve dhe të publikut. Një nga këto momente ka qenë rënia e Elionës, e cila tregoi se jeta brenda shtëpisë nuk është vetëm strategji dhe lojë psikologjike, por edhe kujdesi fizik ka rëndësi. Ngjarja ndodhi një pasdite, ndërsa banorët po kalonin kohën në sallonin kryesor. Eliona, e lodhur nga diskutimet dhe aktivitetet e ditës, vendosi të ulej në një koltuk. Ai koltuk, megjithatë, nuk ishte vendosur në mënyrë të qëndrueshme. Dhe në momentin që ajo u ul, ai u kthye papritur prapa, duke humbur ekuilibrin. Një çast I shkurtër ishte I mjaftueshëm që Eliona të rrëzohej dhe të përplasej në tokë, e gjithë shtëpia u ndes nga shqetësimi. Banorët u afruan menjëherë për të parë nëse ajo ishte mirë. Shumë u tronditën, pasi rënia dukej serioze. Por për fat të mirë, Eliona nuk ishte e lënduar rënë. Ajo u ngrit me një frym të lehtësuar, ndërsa një prej banorëve, Bia, e qetësoi me një buzëqeshje dhe një koment, "Aje, mirë je." Shqyr që nuk ndodhi asgjë serioze. Ky moment I vogël, por dramatik, shfaqi disa gjëra interesante rreth jetës brenda Big Brother Kosova. Së pari, tregoi sa e paparashikueshme mund të jetë koha e banorëve brenda shtëpisë. Një çast I qetë mund të kthehet menjëherë në situatë të tensionuar. Së dyti, tregoi lidhjet dhe mbështetjen që krijojnë banorët mes tyre. Edhe në situata të frikshme, ata gjejnë mënyra për të qetësuar dhe për të qeshur pak me veten dhe ngjarjen, duke ruajtur ekuilibrin emocional. Për publiku, ky episod u bë një moment I paharrueshëm. Shikuesit komentuan në rrjetet sociale për rënien e Elionës, duke bërë memes dhe komente humoristike, por edhe duke vlerësuar përgjigjen e mençur të Bias dhe kujdesin e banorëve të tjerë. Ishte një kombinim I frikës së momentit dhe lehtësimit që erdhi menjëherë pas tij, një ngadh. Debati I ashpërmes Albës dhe Ludos në natën e vitit të ri në Big Brother Kosova. Nata e vitit të ri në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte menduar të ishte një festë e bukur dhe e qetë. Një moment për të reflektuar mbi vitin që po linim pas dhe për të pritur vitin e ri me buzëqeshje, muzikë dhe atmosferë të ngrohtë. Por si shpesh ndodh në këtë reality show, emocionet dhe tensionet mund të shpërthejnë në mënyrë të paparashikueshme, dhe këtë herë protagoniste ishin Alba dhe Ludo. Debati nisi kur Alba u shfaq në sallonin kryesor me një veshje shumë të guximshme, që menjëherë tërhoqi vëmendjen e të gjithë banorëve dhe kamerave. Ludo, I cili kishte një qëndrim më strikt ndaj rregullave të shtëpisë dhe etikës së brendshme, e ndërpreu duke I thënë ashpër, "Ke thyr rregullat e vitit të ri dhe rregullat e Big Brotherit. Nuk mund të vish me një veshje skandaloze në një mbrëmje kaq të rëndësishme." Fjalët e Ludos ndezën një debat të fortë.
Alba, e cila ndjej e kritikuar dhe e keqkuptuar, nuk qëndroi pa përgjigje. Ludo, kjo është zgjedhja ime, dhe unë kam të drejtë të shfaqem si ndihem mirë. Nuk po e dëmtoj askën. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin dhe të qetësonin situatën, por tensioni ishte i dukshëm në ajër. Kamera kapte çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo fjalë të ashpër. Atmosfera festive u shndërrua në një moment dramatik, ku personalitetet dhe opinionet të ndryshme përplaseshin me forcë. Debati i Albës dhe Ludos tregoi shumë për dinamikën e banorëve brenda shtëpisë. Nga njëra anë, Ludo përfaqësonte respektin për rregullat dhe normat që prodhuesit vendosin për eventet speciale, duke menduar se ato janë të rëndësishme për harmoninë e shtëpisë. Nga ana tjetër, Alba përfaqësonte lirinë individuale dhe guximin për të shprehur vetveten, edhe në një ambient ku kritikat dhe vëzhgimi janë të përditshme. Pas një kohe, ata dy u ndan me pak tension, por shikuesit pan një nga debatet më të forta të sezonit, që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale. Një pjesë e pub.